Prokuroria e Tiranës ka dërguar për gjykim një prej autorëve të përfshirë në vrasjen e Gentian Betjas në mars të 2024-s në Larushk të Fushkrujës. Sipas prokurorisë, ky shtetas me veprimet e tij aktive ka mundur të largojë autorët e vrasjes nga vendi i ngjarjes, duke i çuar ata në fshatin Hasan, ku edhe kanë mundur të djegin makinën me të cilën kryen vrasjen. Kjo e dokumentuar edhe nga pamjet filmike të administruara nga prokuroria, teksa u provua se ky shtetas në kohë të ndryshme me mjetin e tij ka qenë afërsi të banesës së viktimës. Ndaj tij rëndojnë 3 akuza: vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve dhe falsifikimi i letër njoftimeve dhe pasaportave. Atentati që dështoi mesnatën e 4 korrikut të vitit 2023, pa shkak se humbi jetën një i pafajshëm, u realizua në orën 16:20 të 15 marsit 2024. Duket se të njëjtët autor provuan sërish dhe kësaj here ekzekutuan 43 vjeçarin Gentian Betja. Sipas të dhënave të siguruara nga grupi hetimor, në ngjarje dyshohet të kenë marrë pjesë 4 persona. Të dyshuar për krimin kanë qenë antar të grupit të biznesmenit të zhdukur Ervis Martinaj, të afërm dhe miq të tij, kurse motiv besohet hakmarrja pasi Betja mund të ketë nxjerrë në prit Brillant Martinajn dhe 2 miq të tij në atentatin e Fushkrujës në korrik të vitit 2022. Ndaj Betjas u derdhën të paktën 100 plumba dhe 3 karikator kallashi. Ai sapo ishte kthyer nga Aratia. Mes të dyshuarve për ngjarjen është edhe Marklen Haka.